U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me emisionin tonë Ritmi I ditës. Në pjesën e dytë të emisionit gjithmonë kemi të ftuarit tanë special. Kësaj radhe do flasim për fëmijët, për të drejtat e fëmijëve, për dhunën psikologjike të tyre, si dhe duke pasur se kohëve të fundit është shumë aktiv edhe fenomeni bullizmit në për shkolla dhe gjithkund. Kësaj radhe kemi në studio zonjën Fatmire Ajdari nga Ambasada e pare fëmijëve Megjashi. Përshëndetje, zonja Fatmire, mirë se erdhët në emisionin e Ritmi I ditës. Përshëndetje, mirë se u gjeta, ju faleminderit për ftesën. Atëherë fillojmë bisedën me të drejtat më themelore të fëmijëve. Cilët janë këto të drejtat themelore të fëmijëve që Ambasada e parë për fëmijë Megjashi I promovon dhe I mbron këta të drejta? Të drejtat e fëmijëve, të drejtat themelore të fëmijëve janë ato të cilat janë përcaktuar me konventën për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, po që I dim edhe ne, domethënë e drejta e jetës, e drejta e shkollimit, e drejta e mirëqenies, e drejta e të pasurit një shtëpi të përshtatshme për fëmijët. Mund të më thoni si e edukon Ambasada opinionin publik, por edhe institucionet për rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve? Ambasada e fëmijëve gjithmonë është avokon për interesin më të mirë të fëmijëve, qoftë institucionet, qoftë opinionin publik. Është mjaft e rëndësishme që ne gjithçka që të veprojmë në interesin më të mirë të fëmijëve. Për shkak se ne themi se është e njohur ajo thënia se fëmijët janë e ardhmja, por realisht fëmijët janë e tashmja. Cilët janë, të themi, si reagon Ambasada e fëmijëve Megjashi kur ju shkelët e drejta fëmijëve, qoftë në shkollë, qoftë nga familja, apo edhe nga autoritetet të themi lokale? Fatkeqësisht, kur ndodh nga familja, jo gjithmonë jemi të informuar për se çfarë ndodh, ose po në rrethana të tjera. Mirë po, rastet të cilat paraqiten te Ambasada e fëmijëve, mandej vazhdohet në mënyrë institucionale, domethënë raportohen në institucionet përkatëse, qoftë Ministria e Punëve të Brendshme, qoftë Ministria për Punë Sociale, Avokati I Popullit, Ministria e Arsimit, varësisht se cila është problematika dhe kështu me radhë. Dhe pas raportimit ndiqet procesi. Domethënë nuk është vetëm se u raportua edhe ne kryjm punën tonë, po ne vazhdimisht e ndjekim procesin edhe avokojmë për ngritjen e vetdijes, për mbrojtjen e këtyre të drejtave. Mund të na thoni gjithashtu në Megjashi është edhe telefonata që gjithkush mund prej fëmijëve, qoftë prindëri, qoftë kujdestarët mund të paraqiten në telefon për të kërkuar ndihmë apo për të konsultuar me ambasadën, me psikolog, me sociolog e kështu me radhë. Mund të na thoni se sa është numri I thirrjeve që paraqiten për të kërkuar ndihmë në Ambasadën e parë të fëmijëve Megjashi? Numri në Alo Bushavko është aktiv 24/7 dhe aktualisht janë 4 operatore psikologe të cilat janë aktive dhe I marrin thirrjet në telefonat. Është shqetësues fakti për arsye se nga qershori deri më tani kemi 31 raste vetëm të paraqitura për të sfidat me shëndetin mendor. Dhe grup moshat janë prej 12 vjetë sipër. Kurse aq më alarmant është fakti se nga qershori deri tani kemi 9 raste me ide suicidale të cilat lajmërohen në telefonatën e Alo Bushavkos. Llogaritet ato që e kanë marrë guximin janë 9, që është shifër alarmante. Domethënë duke krahasuar me vitin e kaluar, kjo është një rritje jo 2 fish, po është 3 fish, 4 fish. Domethënë gjithmonë shkon në rritje numri. Numri është me të vërtetë shqetësues që ne si prindër, si shoqëri, si mësimdhënës, si pedagog, si psikolog duhet ta marrim me seriozitet këtë çështje, për arsye se ne jo që jemi vonë. Ky proces është dashur që të fillohet edhe më herët, mirë po të fillojmë prej sot që të arrijmë diku. Parandalimi është gjithmonë më I mirë. Mirë po edhe të punojmë në ndalim është mjaft e rëndësishme. Ne gjithmonë na paraqiten raste të vetvrasjeve. Nuk është, domethënë, diçka që e kemi ndëgju diku larg edhe nuk është këtu te ne. Ne vazhdimisht kemi raste, përveç raportimit të rasteve, domethënë që kanë ide suicidale,
kemi raste edhe të vetvrasjes. Dhe ne bëjmë fjalë për një popullat që jemi më pak se 2 milion. Atëherë ku jemi ne si shoqëri? Çfarë bëjmë ne si prindër? Përderisa më përpara ne e kemi mjaft të rëndësishme që të bashkëpunojmë, domethënë prindër, shkolla, nxënës, përderisa ka qenë ai trekëndshi i famshëm, tash i kemi ne edhe rrjetet sociale. Rrjetet sociale janë një faktor me të vërtet mjaft i rëndësishëm që nuk mund ta anashkalojmë. Për arsye se bulizmi, cyberbullingu është 24/7. 24/7, tani më po filmohen, po shpërndahen në rrjete sociale dhe kjo po bëhet e tmerrshme, ndoshta edhe që sjell deri tek rastet tragjike. Në fakt, keqësisht themi, kjo nuk duhet të ndodhë. Mos i reagon ambasada e fëmijëve me gjashin në raste të tilla, por edhe kur paraqiten fëmijë të cilët raportojnë dhunë, abuzim apo ndonjë formë tjetër të shkeljes të drejtave të tyre? Fillimisht, domethënë ato varësisht se çfarë kërkojnë fëmijët të cilët paraqiten, qoftë fëmijët, qoftë prindërit në emër të fëmijëve ose po kujdestarët. Fillimisht dëgjohet, edhe është e rëndësishme se a kërkon këshillim, a kërkon udhëzim për më tutje dhe sipas domethënë kërkesave dhe nevojave të rastit, nëse është ashtu siç e theksova nëse paraqitet ndonjë fëmijë me ide suicidale, atëherë operatorët tanë psikolog diskutojnë me fëmijën që paraqitet, po gjithmonë duke ruajtur anonimitetin e fëmijës. Është mjaft e rëndësishme të theksohet se domethënë thirrjet janë anonime. Dhe përderisa nuk e tejkalon atë, nëse nuk janë në rrezik, atëherë edhe më ruhet anonimiteti. Nga këto thirrje keni parasysh se çfarë raportojnë më shumë fëmijët? Ashtu si që theksova, shëndeti mendor është sfida e cila ka një rritje frapante. Edhe hulumtimet në kohën e fundit tregojnë në këtë drejtim se shëndeti mendor, sfida me shëndetin mendor është një problematikë e shqetësuese të cilën me të vërtet ne duhet ta marrim seriozisht si shoqëri. Nga hulumtimet që bëhen, fëmijët kërkojnë që prindërit t'i dëgjojnë ato, edhe të merren me ato seriozisht. Nëse i pyesin se si kanë kaluar në shkollë, t'i dëgjojnë, edhe t'i kuptojnë ndjenjat e tyre. Pikërisht. Për arsye se ato jetojnë në një kohë me të vërtet turbulente. Informacionet përderisa gjeneratat e më prashme, të themi ne, burimin e informacioneve e kemi pas më të limituar. Tash këto janë të bombarduar me informacione. Edhe filtrimi i këtyre informacioneve është mjaft i rëndësishëm që të bëhet në mënyrë adekuate. Pikërisht. Ne duhet ta marrim parasysh kohën sa e kalojnë fëmijët në online, në rrjetet sociale. Mirë po këtu mos e harrojmë faktin se edhe prindërit nuk e kanë kohën më të shkurtër të cilën e kalojnë në rrjetet sociale online. Atëherë cili është ajo mënyra e socializimit, cili është ai momenti i socializimit, i bashkëbisedimit me fëmijët? Ato e kanë nevojën. E ka nevojën, po gjithçka teknologjia tani e ka bërë të vetën dhe mund të themi që gjithkush prej qoftë edhe fëmijët, po qoftë edhe të rriturit, e shfrytëzojnë duke mos ju kushtuar ndoshta vëmendje disave gjëra që janë më të rëndësishme se kjo pjesa e telefonit, e iPadave që i kemi tani për tani, që janë, mund të themi, shumë aktiv gjithkund. Gjithçysh ne duhet i parandalojmë, duhet i largojmë pak nga vetja, sepse edhe bota tani më sillet gjithçka rreth teknologjisë, po besoj që me kalimin e kohës pak disi duhet i lëm anësh dhe t'ju kushtojmë vëmendje më shumë, siç e theka, gjërave më të rëndësishme siç janë ardhmëria jonë, fëmijët. Pikërisht, domethënë ne nuk mund të themi se ne do të shkyqemi prej rrjeteve sociale, ose prej telefonave, ose prej iPadave, po që t'i kanalizojmë edhe t'i përdorim në mënyrë adekuate, në bashkëpunim me fëmijët. Ne si prindër, si shoqëri, si mësimdhënës, si pedagog, si psikolog, kemi mjaft të rëndësishme që t'jemi në shërbim të fëmijëve. Fëmijët, e theksova, jetojnë në një botë, domethënë në një kohë ndryshe nga ajo që kemi jetuar ne.
Shumë e vërtet. Edhe ne duhet t'i përshtatemi kërkesave dhe nevojave të tyre. Të tyre. Edhe gjithmonë kur e flasim, do me thënë, të drejtat e fëmijëve. Fëmijët kanë të drejta, po kanë edhe obligime. Nuk është se ne i kalojmë, anashkalojmë obligimet e tyre. Ashtu. Do me thonë duhet i dinë të drejtat edhe obligimet e tyre. Mund të na thuani, zonja Fatmire, se cilët janë projektet që ambasada e pare fëmijëve VE6 po punon? Çfarë prespi në të ardhmen nga kjo ambasadë? Pikërisht duke pasur parasysh si se cekëm bullizmi që është shumë një fenomen aktiv. Çfarë po ndërmerr të themi ambasada lidhur me këtë fenomen apo dhe në projekte tjera? Esenciale për ambasadën e fëmijësve është ngritja e vetëdijes. Parandalimi është mjaft i rëndësishëm se sa ndalimi. Për këtë arsye punojmë në këtë drejtim. Programi për arsim paqësor punon në drejtimin e ngritjes të vetëdijes, në ngritjen e empatisë të nxënësit. Domethënë, ne punojmë me mësimdhënës, mandej mësimdhënësit e përçojnë e diseminojnë të nxënësit. Dhe ky program është më tani është në vitin e 15 të ekzistimit dhe është i përhapur në më tepër shkolla në Maqedoni. Kemi përpiluar edhe modulet për arsim paqësor, me të cilat mësimdhënësit mund të punojnë, janë të qasshme në faqen e Ministrisë të Arsimit dhe në Biros për zhvillimin e arsimit. Janë në 7 gjuhë, kështu që e kanë të lehtë që të mund të funksionojnë. Sa janë bashkëpunues të themi mësimdhënësit në këto lloj projekte që organizohen nga ambasada e fëmijëve? Janë bashkëpunues, po jo në nivelin që ne do të kishim dashur. Për arsye se ne, për shembull, në kuadër të këtij programi, ne kemi të kyçur mësimdhënës të cilat nuk kalojnë vetëm një trajnim edhe mbyllet procesi, po kjo është një sër trajnimesh edhe një follow-up të them, si nga ana e tyre, si nga bashkëpunimi i jonë me to është mjaft i rëndësishëm. Mandej kemi edhe programin, edhe projektin MK-SafeNet, i cili domethënë është i lidhur me linjën Allo Bushavko dhe punon për vendosjen e një lidhje nacionale për internet të sigurt. Dhe kjo është muajin e kaluar e konsoliduam numrin e Bashkimit Evropian 116111, i cili është kryesisht në funksion të fëmijëve në rrezik. Tani jemi vetëm në procesin e realizimit teknik. Mbajmë trajnime dhe në të ardhmen do të vazhdojmë në këtë drejtim për trajnimet, domethënë të trajnohen si nxënësit se çfarë është siguria në internet, se çfarë do të thotë një informacion i ndarë në internet dhe si ato duhet të mbrohen. Mandej kemi edhe shkolla të sigurta, i cila ka të përfshira 26 shkolla fillore, 24 shkolla të mesme, ku punohet për ngritjen e vetëdijes, për domethënë njohjen e bulizmit, e dhunës, edhe parandalimin edhe këshillimin. Pikërisht, si e matni suksesin apo ndikimin e projekteve që realizoni në jetën e fëmijëve? A mund të ndani ndonjë histori të themi që keni arritur sukses me një projekt dhe që edhe ju jeni ndarë të kënaqur? Për ne sukses është një jetë fëmije shpëtuar, të cilët paraqiten në linjën e telefonit. Për ne sukses është një fëmijë i vetëdijsuar, një mësimdhënës i vetëdijsuar. Dhe këto ne na ndodhin gjithmonë, domethënë ne jemi në komunitet, bashkëpunojmë me komunitetin, jemi pjesë e komunitetit. Dhe ajo që për ne është e rëndësishme, informacionet kthyese të cilat na vijnë nga mësimdhënësit ose nga prindërit ose nga fëmijët, thirrjet të cilët i bëjnë fëmijët në telefonatat janë mjaft tregues se ato i besojnë ambasadës së fëmijëve. Domethënë dhe për juve është kjo një sukses, edhe pse për fat të keq ju e cekët edhe në fillim që numri është në rritje, po me një anë tjetër duhet ta marrim edhe atë pjesën anën pozitive që është mirë që raportojnë dhunën. Mund të na thuani se sa është edhe bashkëpunimi mes prindërve momentin që fëmia raporton, kërkon ndihmë të themi nga ambasada? Sa është ai momenti të themi edhe bashkëpunues?
Përderisa fëmia derisa ta arrini qëllimin e suksesit atij fëmie që mos të ketë probleme në të ardhmen, që të ketë një shëndet mendor të plot. Pikërisht, ashtu si thatë, për arsye se bulizmi nuk është diçka që kalon tani. Dhuna fizike është ajo që e shohim ne, domethënë e fundit. Po aty ka pasur procese paraprake të cilat sigurisht që fatkeqësisht ndonjëherë lënë edhe pasoja tek fëmijët, pasoja afatgjate. Fëmijët të cilët inkurajohen kanë bashkëpunim me prindërit, kam bashkëpunim në të shumtën e rasteve kemi bashkëpunim me prindërit, kemi bashkëpunim me institucionet nëse vjen deri te raportimi i rastit. Dhe pikërisht për këtë ne i inkurajojmë fëmijët dhe prindërit që rastet i paraqesin. Për arsye se zakonisht kur ne i mbajmë në kokën tonë, ato i zmadhojmë dhe nuk mund t'i zgjidhim vetë. Për këtë arsye kemi profesionistë, kemi institucione të cilët veprojnë në mënyrë adekuate për zgjidhjen e problemeve, për parandalimin, por qoftë edhe për ndalimin edhe sanimin e problemeve. Sa është bashkëpunimi edhe me institucionet përkatëse të vendit, të cilët bashkëpunonin në këto drejtime kur bëhet fjalë pikërisht për fëmijët? Bashkëpunimi me institucionet ekziston. Ne kemi memorandum për bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit për arsim paqësor, për programet e tjera. Ne kemi bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, për shkak se është e rëndësishme kur ne i raportojmë rastet të veprohet. Kemi bashkëpunim edhe me qendrën për punë sociale dhe me avokatin e popullit. Gjithsesi, gjithmonë ekziston mënyra edhe mundësia që kjo të jetë më e mirë, edhe më e avancuar, mirë po për tani bashkëpunimin e kemi, të them, solid. Zonja Fatmire, për në fund se mund të na thoni cili do të ishte mesazhi juaj për të gjithë ata fëmijë të cilët nuk ndjehen të pambrojtur, të themi, dhe nuk dinë se ku të kërkojnë ndihmë. Mesazhi im për fëmijët është që të kërkojnë ndihmë, të drejtohen qoftë në telefonatat tona, bile ne vitet e fundit e kemi bë edhe më child friendly faqen e Alo Bushafkos, vetëm dërgojnë një mesazh edhe siguria e tyre, privatësia e tyre është e mbrojtur. Mirë po është e rëndësishme nëse ato mund të bisedojnë edhe me prindrit, edhe prindrit i dëgjojnë, ose po me mësimdhënësit, qoftë me ndonjë familjar të tyre, qoftë me ato njerëz të cilët ato ndihen rahat që ti ndajnë këto informacione. Është mjaft e rëndësishme që mos e mbajnë në vete. Qoftë dhunën fizike, qoftë dhunën psikologjike, qoftë edhe një bisedë thjesht të ndajnë një emocion të cilin ato e kanë. Është mjaft e rëndësishme që ta ndajnë edhe nga ana tjetër prindrit të dëgjojnë edhe institucionet, për shkak se koha është, nuk do të kisha thënë se jemi vonë, por që duhet të veprojmë edhe më herët, mirë po prej ku të fillohet, ne jemi në dobi. Në dobi, pikërisht. Ju faleminderit shumë zonja Fatmire që ndatë gjitha këto informacionet për gjitha ta fëmijë, apo edhe për prindërit, apo për edhe kujdestar të fëmijëve që mund të paraqiten në ambasadën e fëmijëve me Gjashi për të kërkuar ndihmë, për të